Sot ka shqiptar të dëshpëruar, sot ka shqiptar të zemruar, sot ka shqiptar të zhgënjur, por sot përsëri ka 10 mijëra shqiptar të gatshëm të luftojnë për votën e lirë. Dhe kjo luftë do fillojë. Kjo të mos kujtoj kushkur se një kriminal si Edi Rama, një krye hajdut i këtij kombi si Edi Rama, një krye bandit i këtij kombi si Edi Rama, do mund të imponoj këto rezultate njerëzve të lirë të Shqipërisë, atyre që i besojnë lirisë. Dhe këto janë vetëm fillimi. Edhe njëru them shqiptarëve, durim se ne kemi dokumentat. Ne kemi bërë gjithçka për të mbikëqyrë votën tuaj. Ne natyrisht me Kalashnikov votë nuk mbrojnë. Por tani lufta fillon. Ne nuk pranojmë kurrë zgjedhje të tilla. Nuk pranojmë kurrë një rezultat të tillë.